Te gruaja që kena jetu, nuk është që jam di edhe shumë e sigurt, për faktin që ajo i ka ndru shumë shpesh, i ka ndru partnerit e vetë, edhe qaj jo nuk më ka bu mundi mirë, që kjo urrejtje ndaj vetës ja ka nisë me më kalu edhe në trup, do me thonë. I kum bo dam vetës. Me mashtru vetën, nësë me bo nej budallak ma të madhë. Në qatë kohë e di që gruaja Gjermane, kur u qunë me n'gjes, me më qu në shkollë, me më qu për shkollë, nuk jom qu, edhe veç që e majnë me që më ka këqyër, edhe më ka thonë, nuk je mirë. Më ka ka për dore, edhe më ka ngrej, më ka qu në spital, ku unë e kum qëndru 2 javë gati. Kum pas realisht shpresën gjatë qasaj periudhe që kum qëndru në spital, që ka me marrë babi edhe mami me vizitu, ku mendu që nashti kjo është mënyra qysh me pa mamin e babin, thasha o zot, nashti vinë, edhe realisht nuk jon ardhë, sepse nuk ja u kanë leju. E di që në moshën 13 vjeçare e kum kuptu që realisht duhet me ndryshu diçka. E kum di që Eli nuk don me vazhdu qështu. E kum di që Eli duhet me vepru. E di që për ditëlindje 12 ma kanë ble mami edhe babi një telefon, cili ma kanë dërgu në takime që e kena pas. E kum kontaktu motrën. Edhe ju kum lut me mnimu me bo diçka se i kum thonë nuk jam ka moj. Kom vendos mu largu pri familjes Gjermane. Une jam shu prej shkolla ma heret sepse kum pas një termin të psikologja. E majnë men që e di që e kum shfrytzu qatë termin si mundësi me ik. Në momentin që e kum shdryp në banhavi kum hyp trenit për të shpia. E di që jam shef në toalet trenit se s'kum pas bilet. E kum zerë telefonin edhe i kum shkru motrës. I kum kallzu qka kum bo edhe i kum lut mës me fol me kërkan edhe mës mi kallzu kërkuj. E di veç që më ka pyt në sa ora ki me mri edhe ku është e risi. Edhe i kum tregu që nuk ku mujt me marrë e risi. Se jom t'hut, e kum lon vet. Edhe e kum lon pa mbrojtun. Nuk e di, e kum fajsu vetën shumë se se kum marrë, por realisht nuk ku mujt me marrë. Motra më ka qu në shpi, edhe e di që mami ka qitë pite. Kum hangër e kum ush barkin. E di që më ka pus shumë mami, kur ardhë babi prej pune, e di që e kanë shu punën ma heret, kur e kanë di që kum ardhë në shpi. Tu marrë parasysh që gjyqi nuk e ka leju këthime në shpi, po e kum bo vetë. Ajo kun një shkelje e ligjit. Më ka babi bashkë me mamin për dore, edhe më kanë qu të shpia e një shoqës të familjes tonë. Ajo shumë grua e mirë, edhe e du shumë. Aty do me thonë, jo me më shef, po u hap një gjyq. Ajo kun realisht gjyqi parë në cilin unë mu ka leju me marrë pjesë. Kum kajt shumë, ju kum thonë që unë nuk kam u këthy mo të familja Gjermane. Në gjyq i kum tregu edhe arsyet pse unë nuk du mu këthy të familja Gjermane. Edhe ajo kun do me thonë gjyqi parë ku na si familje kena fitu. U kun në ndjesia ma bukur e jetës teme që ja ka vlet rrezikun, ja ka vlet me ngrit zonin edhe ja ka vlet me vepru. Pasi jam këthy në shpi, më ka ra me jetu një vit me mamin, me motrat edhe me babin, kur fatkeqësisht mas një viti ka ndodhë aksidenti, cilin
veç e kom refy. Mas aksidentit e di që e kom kalu po thëmë periudhën më të keqe të jetës time. E di kur jena kthy prej Kosove në shtëpi, do me thonë mas varrimit edhe mas krejt procedura, e kom gjetë shtëpinë tonë shumë të ftoftë. Ka mungu nxehtësia. Zdias me gjetë fjallë për tonë këtë dhimbje realisht. Okej, Zot, e kalova një dhimbje kaq të madhe, u gëzova, mëra me jetu me mamin, Zot, pse ma more? Pse, apet ja nisi ajo pseja, tu e pyet veten, pse po ndodhin qëto sene, pse? E di që në moshën 15 vjeçare kum rënë një depresion shumë të keq. Jena ftofë prej jetës deri një pikë. Mendoj që nuk kena jetu, po jena mundu me mbi jetu. Mës me lonë dhimbjen që e kena pas edhe mungesën që e kena me ndiku në jetën tonë. E di që ku marrë shumë mbështetje prej babët, sepse babi realisht e ka pa që nuk jam mirë, nuk jam shku në shkollë, një vit nuk është që jam dalë. Pse unë duhet me jetu, edhe realisht arsyeja pse unë duhet me jetu është që e kam një vlla shumë të mirë, i cili është lidhë, sidomos mas vdekjes të mamit, hala ma shumë me mu. E kam një babë që ma ka mush jetën plot dashni edhe ka bot gjithçka për me pru në këtë pikë ku jam. Një motër që mas vdekjes të mamit mu ka bo si nanë. Mas e ku marrë vetën edhe ja kum nisë me shku në shkollë prap, do më thonë si kum bot 18 vjetë, ja kum nisë edhe me punu. Andra jeme në kun gjithmonë me kun e panvarne, edhe kur më ka dalë rruga e pare majnë men që jom di si, jom një shumë krenare me vetën. Në moshën 15 vjeçare e di që ja kum nisë me Instagram, ja kum nisë me punu si influencer. Kontratën e pare kum në shku në moshën 16 vjeçare. Normalisht që Bigo u kon një andër shumë e madhe. Nuk më nalet goja të thonë që Bigo për mu është kon një shkollë shumë e madhe. Unë jam këtu për me dushmu forcën teme. Mos u dorëzo, edhe kam ja vlet një dit, ashtu që ja ka vletë une. Edhe Eli ju dënë shumë.